Përshëndetje të nderuar miq, në mbyllje të kësaj jave do të flasim për showbiz, për relax, spektakel, atë që pritet të ndodhë brendin e sotme në Big Brother, finalja e madhe. Do ta komentojmë atë që ka ndodhur deri tani dhe atë që pritet të ndodhë, skenarin e mundshëm me një nga banorët e Big Brother, Ilir Beqirin. Ilir, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje Dilber, shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Çfarë prisni që të ndodhë sonte? Cili është në mendimin tuaj skenari i kësaj mbrëmje gjatë? Për te pjesës së showt artistik, nuk e di pse kam një parandjenjë që sot do të ketë një lloj surprize madhështore për sa i përket asaj që njerëzit presin për fituesin. Por surpriza ndjes se po ju ndërpres. Deri tani surprizë do të ishin nëse nuk fitonte gjesti. Po pikërisht pra këtë gjë mendoj dhe unë që duke parë të paktën këto zhvillimet e fundit edhe lobimet që janë bërë në internet me syrin tim, mendoj që sot do ketë një surprizë për sa i përket fituesit. Besoj se nuk do e marri gjesti. Duket se do e marri Rozana. Po mendoni që mund të vim në këtë rrjedhë për shkak të faktit që duke qenë se çifti janë të dy në finale, votat mund ndahen, mund t'i penalizoj kjo? Mund të ndahen the? Po, mund të ndahen votat, duke qenë se çifti është finale, pra mund të ndahen, disa mund shkojnë për gjestin, disa mund shkojnë për Eglin, votat e publikut. Edhe për shkak të kësaj, pra është kjo formulë që ju shtyn ju të mendoni që nuk do shpallet gjesti fitues? Jo, nuk po mendoja këtë, po e mendoja sepse kjo gjë, të paktën ne që jemi të jashtëm të produksionit, nuk besoj se e kemi zgjuar si aq të madhe sa t'i bëjmë lapse letër llogarit që ka bërë produksioni. Nëse produksioni, se sot është një natë që është shumë fitimpruese për sa i përket votave për produksionin, kështu që ata do përpiqen ta bilancojnë këtë situatë me peshore farmacie. Nuk mendoj absolutisht që ndarja e votave midis Eglit dhe gjestit i penalizon. Përkundrazi mund t'i favorizoj sepse në bazë të asaj që do bëhet eliminimi i parë sot, nëse nuk është Egli e eliminuara e parë e kësaj mbrëmje, atëherë të gjithë përkrasit e gjestit do votojnë Eglin dhe vice versa, pastaj nëse gjesti do mbetet kokë më kokë me Rozanën, atëherë të gjithë ata përkrasit e Eglit do votojnë gjestin. Unë po e shikoja nga ana e lobimeve, që përmenda që në fillim. Kam parë lobim shumë të fuqishëm për sa i përket Rozanës këto ditët e fundit, të thash, këto janë perceptimet të mia me aq sa e shikoj unë. Dhe çifti është bërë pak gazi botës, mendoj këto ditët e fundit për sa i përket zënkave, deklaratave që kanë bërë me njëri tjetrin, ajo mungesa e Unazës, kështu që çfarë nuk mund të pritet, sot mund të jetë edhe një divorce live. Kështu që edhe kjo nuk i shmanget surprizave të sotme. Nuk e di. Unë nuk i kam parë asnjëherë si çift ata të dy për te pjesës dasmës fiktive që u bë. Gjithsesi edhe ndarja mund të jetë një opcion për ditën e sotme. Deri tani kemi parë dasmë live natën e finales, por divorci jo. Mund ndodhe kjo? Divorc mund të ndodhi, pse jo, sepse Egli tekstualisht i ka thënë gjestit para 2 ditësh që përjashta nuk duhet i pas syt. Nuk erdha unë këtu për të bërë gazi botës, edhe pse mua më vinte për të qeshur sa herë shikoja atë video, sepse ajo e ka kaluar nivelin e të bërit gazit të botës. Dhe gjesti ja ripërmendte akoma që këtu brenda mund të bëjmë çfarë duam për jashtë, nuk e mendoj që kam diçka që dua të vazhdoj me ty. Mund të jetë edhe një lëvizje e produksionit që është zakonisht shumë e zgjuar, domethënë për t'i martuar edhe për të ndarë, sepse të gjitha këto gjëra, domethënë, ti di shumë mirë vetë, krijojnë vëmendje mediatike. Për aq kohë sa çdo gjë që bëhet aty brenda krijon vëmendje mediatike, është gjë e mirë menduar dhe është gjë e mirë funksionuar.